Dje kam parë kudo lajmin e shtatzanisë së zonjës Ajola Xoxa. Duke qenë se në djenin time Arbër nuk ka një konfirmim nga familja apo nga ndokush. Do doja faktikisht ju pyesja jo vetëm për vijimin e çështjes së zotit Veliaj, por për disa kleçka ligjore që mund të bëjnë shtatzanin e partneres ta ndihmoj juridikisht. Cilat janë këto? Nuk do t'i quaj as kleçka as truqe ligjore, janë akte të cilat parashikohen në kodin e procedurës penale. Në 228, 229 dhe 230 i kodit e procedurës penale janë ato që kanë të bëjnë pikërisht me individualizimin e masës së sigurimit. Dhe në caktimin e masës së sigurimit, në zvendësimin e saj apo dhe në revokimin, patjetër që gjykata mban parasysh të gjitha rrethanat personale dhe familjare dhe jo vetëm të personit në netim apo edhe të pandehur në rastin konkret. Kështu që nëse zonja Ajola Xoxa dhe do të konfirmohet si lajm është shtatzan dhe shtatzania do të ecë, sigurisht që duhet mbahet nga gjykata, qoftë e shkallës parë, qoftë gjykata e apelit apo gjykata e lartë, varet se ku do të zgjedhë zoti Veliaj që ta përdor instrumentin procedurial të zvendësimit të masës sigurimit, patjetër që duhet mbahet nga gjykata në individualizimin e masës së sigurimit. Pra të thënë me fjalë të tjera, gjykata mund të zbusë masën e sigurimit për aq kohë sa kemi të bëjmë me një nënshtatzan dhe është i vetmi person i cili mund të interesohet për fatin dhe shëndetin e saj personal, por edhe të shtatzanisë që ajo ka. Si ndiqet procedura, pra kujt i drejtohet gjykatës dhe çfarë lehtësimi mase merret në këtë rast dhe për cilën arsye? Nuk është standarde, pra fakti që zonja Xoxa mund të jetë shtatzan dhe do të konfirmohet nëse po pra e thashun është pa konfirmuar. Është shtatzan, sigurisht që do të mbahet parasysh nga gjykata e shkallës së parë në kërkesën për zvendësimin e masës së sigurimit. Por jo vetëm fakti që është shtatzan, por edhe gjendja e saj shëndetësore, se fakti që është shtatzan nuk e bën a priorit pra gjendjen familjare të rënduar. Pra sigurisht që para gjykatës, përveç shtatzanisë, do të sillen edhe të gjitha ato akte mjekësore dhe të tjera që i shërbejnë procesit për individualizimin e masës së sigurimit. Pra thënë me fjalë të tjera, zotit Veliaj mund t'i hapet rruga edhe për zvendësimin e masës sigurimit nga arrest në burg në detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore apo edhe arrest shtëpie. Jo për shkak të ndihmës që duhet t'i jap së shoqes. Edhe për shkak të ndihmës që duhet t'i jap shoqes, jo vetëm për shkak të ndihmës. Mirela? Unë uroj të jetë lajm në kuptimin si grua, flas që në radhë të parë Ajola nëse pret fëmijë, një lajm i mrekullueshëm për çiftin, sepse ardhja e një fëmie është vërtet lajm i mirë. Për Ajolën kodi procedurës parashikon fare qartë që nëse Ajola do t'jetë shtatzan, atëherë është një lehtë sepse edhe Ajola dhe bashorti i saj zoti Veliaj akuzohen për disa vepra penale, por zoti Veliaj është i paraburgosur, është domethënë hetimi ka përfunduar dhe pritet të dalë para gjykatës me veprat penale për të cilët akuzohet, ndërkohë që edhe Ajola akuzohet për disa vepra penale. Fakti që nëse provohet që Ajola do të jetë shtatzan, nuk e heq përgjegjësinë, nuk shkarkon nga përgjegjësia penale, por është një rast i veçantë, ashtu siç tha avokati, që i jep mundësi asaj që masat e sigurisë të ndryshojnë, që do të thotë do të jetë mas sigurimi, mund të jetë detyrim paraqitje, mund të jetë garanci pasurore, ose mund të ketë shtyrje të seancave kur ajo të paraqitet për shkak të gjendjes së saj shëndetësore, por ndërkohë për gjendjen e saj nëse provohet që është shtatzan, edhe ish kryebashkiaku Veliaj ka favoret e veta në lidhje me të, sepse mund të ketë edhe shtyrje të seancave për shkak të arsyeve që mund të paraqesi avokati duke vënë si mas lehtësuese dhe gjendjen shëndetësore të bashortes së tij. Mund të ketë ndryshim të masave të sigurisë që mund të jetë garanci pasurore ose mund të kërkojë ndryshim të masë sigurisë jo arrest me burg, por mund të jetë arrest shtëpie për t'i qëndruar pranë bashortes për shkak të shtatzanisë nëse provohet me raport mjekoligjor. Kur ndodh kjo procedura, kur bëhet kërkesa, e kërkon vetë Veliaj, Ajola, si funksionon? Paraqesi dhe vetë Ajola. Unë besoj që Ajola s'ka që të kërkoj zvendësim mase, se është me masë sigurim detyrim për të paraqitur, bërë fjalë për zotin Veliaj, i cili nëse do t'jetë një lajm i konfirmuar, patjetër që është i legjitimuar që t'i kërkojë gjykatës brenda
disa ditëve që ai e mendon të arsyeshme, kërkesë për zvendësim mase sigurimi. Dhe gjykata ka detyrimin ligjor procedural që brenda 5 ditëve nga dita e depozitimit të kërkesës nga ana e zotit Veliaj ose të mbrojtësve të tij, të shprehet me vendim për sa i përket kërkesës për zvendësimin e masës së sigurimit të zotit Veliaj. Dua ta ritheksoja pasere që nuk ka asnjë lloj konfirmimi nga vetë qofshin pala që përfaqëson zotin Veliaj apo dhe zonja Ajola Xoza, është thjesht një lajm që ka qarkulluar ditën e djeshme kudo në portale dhe kam dëgjuar, të paktën kujtoj një rast të zotit Gjokutaj, avokat po ashtu njësoj si ju, i cili përpara disa javësh bënte një postim në rrjetet e tij sociale ku shpjegonte se si disa avokat të ndryshëm këshillojnë klientët e tyre për kleçka ligjore që mund t'i ndihmojnë në zëvendësime masash. Nuk je i kësaj lloj ideje, Arber? Mund të ishte një zgjedhje shumë e dëshpëruar që të sjellësh një fëmijë në jetë për të zvendësuar një masë. Aq më tepër duke parë dhe duke mbajtur parasysh dinjitetin dhe figurën e zotit Veliaj, është e patolerueshme dhe pa imagjinueshme mbi të gjitha të mendoje që do ta sillte në jetë fëmijë për këtë arsye. Nëse ka ndodhur dhe ndodh dhe është qenie njerëzore, patjetër që janë mëse të mirëpritur çdo fëmijë, aq më tepër fëmijë në. Megjithatë, doja të shtoj rasti i Sajmir Tahirit. Unë e mbaj mend që Sajmiri solli në jetë fëmijën e dytë, ndërkohë që ishte në nuk ka lidhje fare zoti Tahiri. Zoti Tahiri ka dalë me zoti Sajmir Tahiri ka dalë me qëndrim në shtëpi, është në fazën e ekzekutimit të vendimit, është një nga alternativat e dënimit me burgim, që quhet qëndrimi në shtëpi, parashikohet nga neni 59A i kodit penal, që ka të bëjë pra ai bashort i cili ka në ngarkim një apo disa fëmijë të cilët janë nën moshën 12 vjeç dhe bashorti është e paaftë për t'i mbajtur ata dhe për të përkujdesur, pezullohet ekzekutimi i dënimit me burgim dhe del pra qëndron në shtëpi quhet për të kujdesur për fëmijët. Po është një institut procedural krejt i ndryshëm nga masa e sigurimit. Si parashikohet, po themi, kjo kërkesa për ndryshim të masës në momentin që fëmia vjen në jetë, apo gjatë shtatzanis mund ta bëj këtë kërkesë? Gjatë shtatzanis po, mund ta përdori avokati i zotit Veliaj, mund ta përdori këtë si klauzol në mënyrë të tillë që ndryshojë masë e sigurisë dhe të kërkojë arrest shtëpie. Do të ishte në ndihmë të bashortes, nëse shtatzania ecën mirë apo nuk ecën mirë, se varet. Jojmë në raste të tilla, precedent? Unë besoj pa dashur të japi më shumë vëmendje se realisht meriton, unë besoj që gjykata kushtetuese dhe një herë do të ngrihet në lartësinë e situatës, masa e sigurimit e zotit Veliaj është disproporcionale, pra vepra për cilat ai dyshohet, faza procedurale e hetimit në të cilën ai ndodhet, është disproporcionale me atë që po ndodh realisht me zotin Veliaj. Pra thënë ndryshe, me fjalë të tjera të thjeshta për publikun, masa e sigurimit arrest me burg është tepër e rëndë për veprat penale për cilat ai dyshohet. Edhe unë me këtë opinion të shkohem. Gjithashtu, për akuzën që i kanë bërë. Patjetër që po, nëse do të bëjmë një paralelizëm me vepra të tjera të cilët zyrtar apo ish zyrtar dyshohen, në rastin e zotit Mediu, dyshohet për shpërdorim detyre me pasojë vdekjen e 26, humbjen e 26 jetëve njerëzore, dhe është pa masë sigurimi fare. Pra, nëse do të bëjmë paralelizmat të tjera me zonjën Balluku e gjithë të tjerat, masa e sigurimit... Sidomos të zonjës Balluku është një masa e sigurimit është tepër e rëndë, pra masa e sigurimit e të arrest në burg. Pra, sigurisht që unë besoj që gjykata kushtetuese do të ngrihet në lartësinë e situatës edhe një herë dhe sigurisht që do të prishte të gjitha vendimarrjet e gjykatës së shkallës parë, gjykatës së apelit, gjykatës së lartë dhe do ta konstatojë që masa e sigurimit është jo proporcionale me kundërshtim me kushtetutën dhe me Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit. Në çpik jemi sot në çështjen e zotit Veliaj, në përballjen e tij me drejtsinë, Arber. Janë dy akte të cilat ndodhen. Së pari është kërkesa për dërgimin e çështjes në gjyq. Prokuroria e posaçme del me një njoftim për shtyp duke sqaruar opinionin publik që është vendosur në dispozicion një kopje e akteve avokatëve, por sigurisht që avokatët mbrojnë interesat e zotit Veliaj, por nuk janë ata. Pra nuk janë ata subjekti në të cilët po gjykohet, dhe zoti Veliaj ka të drejtën e tij kushtetuese dhe ligjore
për të njohur me aktet, por sigurisht që në kushtet në cilat ai ndodhet, e ka praktikisht të pamundur që të njihet me aktet për aq kohë sa ato janë në formë elektronike dhe ai nuk ka akses në mjete elektronike të tilla si kompjuteri, laptopi dhe gjithë të tjera. Këtë e konsideroj një shkelje të drejtave të njeriu që ai duhet ishte njohur me kohë me aktet, pavarësisht se i kanë në mënyrë elektronike, faktikisht duhet ishin vënë në dispozicion që ai njihej mirë si person i cili është. E di që u tha në mënyrë banale, atëherë kërkon laptop, do të thënë ideja ishte kërkonte një mjet me të cilin të lexonte aktet. Po kërkon një kompjuter dhe për zotin Ilir Beqja është vendosur në dispozicion ambientet e gjykatës dhe një kompjuter që ai të njihet me akte. Kështu që është një drejtë kushtetuese e cila sigurisht jo vetëm që po i mohohet, por për të dalë nga qerthulli i këtyre gjërave të cilat në pamje të para duken banale, por që janë të drejta kushtetuese, sigurisht që është dhe çështja tjetër që kemi të bëjmë me masën e sigurimit që do gjykohet pranë gjykatës kushtetuese. Pra, nëse të gjitha vendimarrjet e gjykatave të shkallës parë të apelit dhe gjykatës lartë janë apo jo disproporcionale në raport me faktin penal. Kujtojmë që zonja Ajola Xhoxha është e pandehur në dosjen e Veliajt për Veliaj që për datës 10 shkurtë është arrestuar. Janë gati 12 Teksa ka, 13 që në konkrete akuza, zoti Veliaj, ndërsa zonja Xhoxha ka vetëm 12 akuza. Zonja Xhoxha ka detyrim paraqitjen si mas, ndërsa Veliaj mbahet në burgun e Durrësit. Kështu që dhe ajo ka po ashtu një mas, por që nuk është, me thosë ka ndryshon, se nuk ka lehtësim, ndërkohë që lehtësimi vetëm mund të krijojë në këtë rast zotit Veliaj.